dy super talentet e jashtëzakonshëm Xavi Iniesta dhe shkalla e vështirësisë të Ronaldos për të qenë aty ku është, ka qenë ndryshme, sepse ka ndryshuar shumë ekipe. Dhe kjo prandaj e bën edhe akoma më interesant, mendoj unë. Jo, është shumë e saktë. Është më e vështirë të luash në shumë ekipe të përshtatshme që ti je në top list dhe të luash pjesë më të madhe të karrierës te Barcelona, po themi, me dy dirigjentë atje që me një qytet që të gjithë i tyre. Dhe shtoje se për kursen, dhe kur shkoi ke Parisi dështoi nuk mori Champions, shtoje të mbrapa. Po, aty dështuan kështu kolektivisht ata pastaj. Neymar, Messi dhe i tjetri. Po jo më kot tani. Okej, më se mbase ne e shikojmë nga jashtë, mund të krijojmë jo, më fal. Çështje preferencash kjo, jo se s'ka lidhje fare. Mund të krijojmë antipatie në bazë të sjelljes caktuara ose të bazë të emocioneve tona. Në një episodi. Por vetë Ibrahimovic ka qenë pjesë e atij ekipi, edhe ka shkruar nga fjalët më të këqija për Mesin, edhe për Guardiolën në librin e kujtimeve vetvete. Mesin e ka dashur gjithmonë. Nuk është referenca ai Ibramon, sa ai. Dakor, ai ka probleme me egon e vet. Marzo, po Ibra është legjendë. Ai çfarë legjendë e burr, ai çohet në gjithë të shan, çohet dark lavdron në. Ibra ka shkuar 19 vjeç, ka qenë 19 vjeç kur ka arrit gjysmën finale me Suedin. Ibra është legjendë për masë. Ibra është lojtar i kompletuar. Ibra është lojtar i kompletuar. Nuk është sot në 2026 nuk shoh një lojtar më të kompletuar se çka qenë Zlatan Ibrahimovic. Ibra kur u përball fush me ta mëdhenj dështoi. Kush? Haaland. Shumë i ngjashëm. Edhe më i mirë madje se është mund të jetë në fizik, teknikën, lojën. Ibra ishte i suedez, më saktë një ballkanas, që luante si brazilian. Idhullin e vet ka pas Ronaldo fenomenin. Jam shumë unë e simpatizoj pra si figurë. Jo, jam tifoz i Ibras. Jo, kur e krahason me fenomenin normale që është gjë